Me që 2025 është viti i ndryshimeve, ju duhet të jeni gati të ndryshoni stilin tuaj dhe lookun tuaj. Dhe për këtë shërben pikërisht Beauty Fair. Keni çdo produkt që ju duhet, nga kozmetika, keni make-up, produkte flokësh, çdo gjë që mund të imagjinoni, që mund të dëshironi, i keni pikërisht këtu, kështu që e jani të shohim së bashku. Që në momentin që hyra të Beauty Fair po ndjesha si Liza në botën e çuditërave, më saktësisht Liza në botën e dëshirave. Ju do thoni pse? Pajisjet më moderne të kujdesit ndaj lëkurës? Nëse nuk keni bërë thonjë të mos u shqetësoni. Kishte një manikyr për çdo person që ishte pjesë e panajirit. Pra pafund. Madje këtu më dhuruan dhe diçka simbolike, një bylyzyk. Nëse lëkura juaj nuk ndjehet në top form, pa merak, sepse te Beauty Fair ka pafund produkte dhe pajisje për skincare. Madje të pres një herë këtu derisa të vi dikush të më shpjegojë gjithë pajisje interesante. Vajza ju është fshir buzëkuqi me gjithse keni riaplikuar 50 herë. E po këtu ka lapsa buzësh, buzëkuq, rimel, çdo gjë që mund të duhet. Por është shumë vap, mos mbaj gjëra djerës. Daj kemi shampo trupi, krem trupi, çdo gjë që mund të nxjerrë nga kjo situatë e keqe. Të shohim njerëz se ç'bëhet lart sepse nuk po mbarojnë këto mrekulli. Mos duhet të tonifikohemi pak për verën, patjetër që ka një pajisje dhe për tonifikim. Sikur u bë pak ftohtë tani, ky panajër pas ka zgjidhje për çdo situatë. Ju mendoni se është thjesht një qiri? E fryeva mban erë të mirë? Jo, është krem trupi. Too Cute e ka gjetur këtë idenë po aq cute sa është dhe emri i vet. Te Pink Lab që mund të bëj shopping në këtë ekran gjigant, ja e gjeta dhe shampon që doja. Nuk e di në çfarë dimensioni është Beauty Fair, por kthej kokën dhe shoh këtë aktivitet. Kthej kokën nga ana tjetër dhe shoh që 568 Studio kishte 50% ulje për çiftet e martesës. Njësoj si gjithë këto mrekulli dhe shumë të tjera keni 3 ditë kohë për të më falendëruar. E jani te Beauty Fair në datën 23, 24 dhe 25 maj, sepse është vetëm fair që të gjithë të ndihemi beautiful.